Të nderuar shikues, sonte në studio kemi të ftuar kryeministrin detyrë të qeverisë së Kosovës dhe liderin e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, me të cilin natyrisht kemi se për çfarë të flasim. Zotëri kryeministër, mirë se erdhët në Prizrenin historik. Mirë mbrëma dhe mirë se ju gjej dhe ju përgëzoj për punën e madhe që bëni, si dhe për këto zyret e reja në tabakane, kur dihet që dikur keni qenë te Kisha Katolike, atëherë kur unë para 2 dekadash vija dhe ju vizitoja. Funksionin e kam tjetër, po organizatën politike të njëjtë. Ju faleminderit, kam kënaqësinë dhe nderin që ju kem në studio. Fillimisht na tregoni pse e zgjodhët Prizrenin për prezantimin e kandidatëve të lëvizjes vetëvendosje, Partisë Guxo, Alternativës dhe Partisë Shqiptare Demokristjane për zgjedhjet e jashtëzakonshme të 28 vjetorit. Si që thatë dhe ju, Prizreni është kryeqytet historik, është edhe kulturor, prandaj këtu me shumë gëzim vim që të prezantojmë lëvizjen vetëvendosje në fushat e jashtësaj, e kësaj radhe po i prezantojmë kandidatët e listës sonë fituese me numër 116, pra jemi 4 subjekte politike, dhe kemi gjithashtu edhe kandidatët që nuk janë nga asnjëri prej subjekteve politike. Dëshirojmë të jemi sa më gjithë përfshirës, siç është shoqëria kosovare, dhe besojmë që Prizreni me lashtësinë, me finesën dhe me multikulturalizmin është qyteti i duhur për t'i prezantuar kandidatët. Nesër do ta kemi në orën 19 në Prishtinë në sallën 1 tetori prezantimin e programit dhe zotimeve për 4 vjeçar në ardhshëm. Më pastaj pas nesër në sallën Minatori në Mitrovic do ta kemi hapjen zyrtare të fushatës, ndërkaq përmbylljen do ta bëjmë në Prishtinë. Pra, në Prizren kandidatët dhe jemi shumë të lumtur që po kthehemi e rikthehemi për një çështje kaq të rëndësishme. Çfarë mund të na flisni për qeverisjen tuaj 5 vjeçare? Jam bërë 4 vjet e 8 muaj që jam kryeministër, 4 vjet me fuqi të plot, më pastaj isha kryeministër në detyrë, efektivisht në dorëheqje, por keni të drejtë kur thoni 5 vjet, për shkak se nëse i mbledhim edhe ata muajt e Kurti 1, bëhen edhe pak më shumë se 5 vjet. Besoj që nëse përmbledhim këtë 5 vjeçar me 5 fjalë, atëherë do të mund të thuhej që qeverisja jonë mbare mirë ishte bujqësi, ushtri, nana, fëmijë dhe veri. Pra, ngritëm kapacitetin e mbrojtjes, i dham subvencione e grante fermerit ton, bujqëve e blektorëve, e integruam veriun e Kosovës me sundim të ligjit, por gjithashtu mbi 400.000 fëmijë e 80.000 nëna lehona marrin mbështetje financiare për herë të parë në Republikën e Kosovës, e cila gjithashtu është rritur ndërkohë, dhe tash së fundmi për 2 fëmijë nënat në Kosovë marrin nga 30 euro, ndërkaq nëse kanë më shumë se 2 fëmijë, atëherë marrin nga 45 euro për secilin fëmijë. Ndërkaq nënat lehona e marrin pagën minimale që po ashtu e kemi rritur. Niveli neto është 325.9 euro për 6 muaj. Besoj që kur kësaj shtojmë faktin se kemi 4 fishuar trajnimet jashtë vendit për ushtarakët tanë, kemi 2 fishuar numrin e ushtarëve në Forcën e Sigurisë Kosovës, kemi 3 fishuar buxhetin për ushtri, ndërka 100 fishuar për armatim edhe për municione, si dhe mbi 300 milion euro për rreth 120.000 fermer, ku 50% është shtuar fondi i tokës bujqësore që punohet në Kosovë, është një elaborim pak më i gjatë i këtyre 5 viteve nga ato 5 fjalët kryesore që i përmenda, pra nëna, fëmijë, veri, ushtri dhe bujqësi. Por çfarë konsideroni si sfidë më të madhe gjatë këtij mandati? Sfida më e madhe besoj që kanë qenë provokimet dhe sulmet e vazhdueshme të Serbisë, e cila e ndihmuar nga Rusia dëshironte të destabilizonte gjithë rajonin nëpërmjet Kosovës
ndërkaq nëpërmjet aksioneve terroriste, nëpërmjet agresionit të saj, dëshironte të shkaktonte konflikt në Kosovë që e ndan veriun e Kosovës. Dy tentimet e saj gjithsesi të dështuara, më të shquarat kanë qenë ai i fundit të shtatorit të vitit 2023, kur u vra rreshteri i policisë, tash heroi i Kosovës Afrim Bunjaku, por gjithashtu edhe kur me 29 nëntor të vitit të kaluar e hodhën në erë kanalin Iber Lepens, i cili e furnizon me ujë më shumë se gjysmën e Kosovës, por në anën tjetër edhe pa të nuk mund të operojnë termoelektranët Kosova A dhe Kosova B, pra sulm në infrastrukturën kritike, ishte sulm kinetik. Kjo ishte një sfidë shumë e madhe për neve. Një sfidë tjetër kanë qenë edhe vendimet, aktgjykimet e gjykatës kushtetuese, e cila, siç dihet, na rrëzoi ligjin për çmimet tavan për produktet bazë me 23 nëntor të vitit 2023, dhe në këtë mënyrë ne na u mundësua që të kontrollojmë çmimin e shportës me gjësendet elementare për familjet në Kosovë. Kemi pasur edhe sfida të tjera, sikurse që është ta zëmë pandemia COVID-19, e cila ndodh një herë në 100 vjet, me qenë se kur shkuam në zyrë nuk gjetëm asnjë vaksinë dhe asnjë kontratë për vaksinat, ndërkaq brenda vitit 2021 arritëm që t'i vaksinojmë së paku me një dozë 60% të popullsisë. Pastaj sfidë ishte edhe inflacioni i vitit 2022, rreth 11%, për shkak të sulmit të Rusisë imperialiste ndaj Ukrainës liridashëse, me që ras pasoj edhe kriza energjetike, e cila ndodh një herë në 50 vjet, dhe kishim edhe krizën e inflacionit, e cila njëkohësisht ishte shoqëruar edhe me mungesë në disa produkteve elementare, sikurse vaji, lule diellit. Pra, këto ishin disa prej sfidave që i kemi pasur, por nuk mendoj që ka pasur ndonjë sfidë e cila ka mundur të na lëkund në mënyrë substanciale dhe të cilën nuk e kemi tejkaluar me sukses. Po çfarë ka bërë qeveria qendrore për Prizrenin gjatë 5 viteve të kaluara? Së pari, ne për Prizrenin kemi bërë atë çfarë kemi bërë për gjithë Kosovën, sepse Prizreni është komuna e dytë me madhësi në Kosovë pas kryeqytetit, dhe këtu janë përfitues të mëdhej të masave tona, por këtu do të kisha theksuar edhe faktin që për më pak se 4 vjet kemi ndërtuar më shumë se 100 km rrugë në rajonin e Prizrenit, dhe këto rrugë të asfaltuara përfshin për shembull përfundimin e rrugëve Gorozhup-Pogaj, Kërstec-Pakisht, Zapod e Dobrun-Blinisht, që na ofrojnë më shumë me Shqipërinë dhe që e bashkojnë Hasin. Pastaj kemi pasur fillimin e punimeve në rrugën Prizren-Tetov, që në anën tonë po shkon shumë mirë, besoj që ka vend për të përshpejtuar në anën e Maqedonisë së Veriut, dhe kjo gjithashtu do të bëhet sepse po punohet për këtë aspekt. Janë afër 6 milion euro investime për renovimin e objekteve trashëgimisë kulturore, dhe këtu përfshihet renovimi i rrugës së rijetësuar praktikisht Marin Barleti, mande restaurimi 10 shtëpive tradicionale brenda qendrës historike të Prizrenit, konzulatës austro-hungareze, kinema Spar, hamamit Gazime Metpashës dhe të qendrës kulturore hebraike. Të gjitha këto janë bërë nga Qeveria e Republikës Kosovës, janë mbi 12 milion euro për renovimin e stadiumit për Parem Thaçi, i cili dihet që edhe tereni nuk e ka të drejtë, ka një lloj pjertësie aty, dhe do t'i ketë 7800 ulëse, klubi futbollistik Liria, më në fund do të ketë kushtet e dinjitetshme për sukseset e radhës dhe për ushtrime, dhe 3 milion euro investime në spitalin e përgjithshëm këtu në Prizren, për rikonstruimin e plot reparteve pediatrike dhe internistike. Punimet kanë nisur, kur kemi ardhur në detyrë, i kemi pasur vetëm 2 rezonanca magnetike në Kosovë për 20 vjet, tash i kemi shtuar edhe 3 të tilla, njëra prej tyre është këtu në Prizren. Flasim tani pak për mos formimin e institucioneve. Pse nuk u formua qeveria pas zgjedhjeve të 19 shkurtit, sipas jush, zotri Kurti?
Ne kemi lezuar drejt rezultatin e 9 shkurtit, i fituam 22.3% të votave dhe me këtë rast i morëm 48 deputet, bashkë me Alternativën dhe Guxo, por mesazhi i popullit ishte që ju jeni fituesit, por gjeni edhe një partner. Ne u përpoqëm me Lidhjen Demokratike të Kosovës, u përpoqëm me Nismën Social-Demokrate, nuk pati sukses, ndërkohë që përpjekjet tona me partitë bosnjake të Emilia Rexhepit dhe Rasim Demirit, me partinë turke KDTP të Fikrim Damgës, pastaj me partinë IRDK të egjiptianëve Elbert Krasniqin dhe me partinë Rome të Albert Kinollit, si dhe me Artan Aslanin e Ashkalinjve dhe me Nenad Rashić, partinë e tij nga komuniteti serb, përpjekjet rezultuan të suksesshme. Pra ne kishim një shumicë prej 56-57 deputetëve, po ishim 4-5 deputet mongut dhe atmosfera e këtij viti ishte përplot inat të xhelozi për bindjen time, ku ne subjekte që kishim dalë, jo vetëm se i pari, po më i madh se i dyti dhe i treti marrë së bashku, u përballën me një destruktivitet të paparë në politikën kosovare, e që u reflektua në fund edhe me mosvotimin e buxhetit për vitin 2026, e 1/12 për janarin 2026, e buxhetit për televizionin e Kosovës, e buxhetit për komunat Prishtinë, Gjilan dhe Zubin Potok, pastaj 3 marrëveshje me Bankën Botërore, njëra 90 milion euro që është mbështetje drejt për drejt buxhetit, dhe 2 të tjera nga 20 milion euro, njëra për qerdhet dhe tjetra për sistemin informativ shëndetësor, dhe mbi të gjitha do të thosha plani i rritjes për Bashkimin Evropian, që është mbi 880 milion euro. Nuk erdhën në seancën e kuvendit një lloj nihilizmi shumë arrogant, por jemi ku jemi dhe tash jemi rikthyer te qytetarët e Republikës në mënyrë që populli, si burim i sovranitetit, të rithemeloj institucionet me legitimitetin e plot të legjislaturës 10 që do dalë pas 28 dhjetorit si vjet. Kosova besoj nuk e ka luksin për përqarje politike. Si mund të zbutën marrëvëniet e acaruara mes partive politike në shërbim të interesave të Republikës së Kosovës, dhe është i gatshëm Albin Kurti që të ndikojë në këtë delikatesë? Unë kam qenë gjithmonë i hapur për komunikim bashkëpunim, kam dërguar letra për marrëveshje politike, atyre letrave u janë përgjigjur jo me mos marrëveshje politike, po me refuzim për takim. Nga ana ime nuk besoj që ka mundur të bëj më shumë, nuk e deshën Albulena Haxhiun, nuk e deshën verifikimin e mandateve herën e parë, nuk e deshën votimin e fshet, pastaj zëvendësuam Albulena Haxhiun, por nuk e deshën Donika Gërvallën, as Hegoran Muratin, as Arbrien Agapsin, e votuan Dim Albashën herën e dytë, nuk më deshën mua, por as Glau Kënjufcën si zëvendësim, po e ritheksoj ka pas një inat dhe xhelozi tërësisht iracionale, një destruktivitet të papar, me të cilën nuk kemi se çfarë bëjmë përveç se të bëjmë oferta të këtilla pa çka se ato refuzoshin. Po cilat janë synimet e lëvizjes vetëvendosje në këto zgjedhje të jashtëzakonshme të 28 dhjetorit? Është e rëndësishme që me ta marrë detyrën herën e ardhshme të ecim përpara me buxhetin 2026, i cili do të ketë lartësim prej 4 miliardë euro. Buxhetin në vitin 2021 kam trashëguar nga qeveria Hoti me Ministrin e Financave Bajrami, ka qenë 2.4 miliardë, pra një buxhet 2.4 miliardë, pas 5 vjetëve e kemi rrit për 2/3 e kemi sjellë në nivelin 4 miliardë, kjo është shumë e rëndësishme, por në vijem për çdo vit do të ketë së paku 1 miliardë investime shpenzime kapitale, 1 miliardë do të japim për ushtrinë e Kosovës, për një mandat 4 vjeçar, pra përveç dronave Skydagger, TB2 Bayraktar dhe Puma dhe sistemit antitank Javelin, ne do t'i kemi edhe helikopterat Black Hawk nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do t'i kemi gjithashtu edhe fabrikën e municioneve dhe atë të dronëve made in Kosova, dhe
500 milion euro apo gjysmë miliard euro me partneritet publiko-privat për Brezovicën, që është shumë e rëndësishme edhe për Prizrenin. Do ta bëjmë qendër të skimit dimror, por edhe të turizmit jo vetëm dimror, që do të ketë për masa evropiane e më gjerë, dhe 1 miliard euro mbështetje për prodhimtari në Kosovë, në mënyrë që të vazhdojmë të zvogëlojmë deficitin tregtar. Raporti eksport-import ka qenë 1:9, është bërë 1:6, le të vazhdojmë më tej, për shkak se edhe më tej vetëm 30% të ushqimit që e konsumojmë në Kosovë është prodhim vendor. 70% është i importuar. Le të shkojmë në drejtimin e duhur në këtë aspekt, në mënyrë që të kemi edhe më shumë siguri, edhe më shumë begati, duke mos lëshu pe, siç themi ne, dhe siç na ka thënë neve populli i Kosovës. Zotëri kryeministër, çfarë do të thoshit për fund? Për fund ju dëshiroj shumë suksese, si TV Prizreni, e keni një emër të bukur, e keni një përvojë profesionale dhe besoj që edhe në Prizren, edhe në mbar Republikën tonë, por edhe shqiptarët në përgjithësi i presin muaj, vite e dekada, gjithnjë e më të mira në shekullin 21, sepse me punën tonë, duke qenë edhe koha për kombin tonë, brezat në vjem do të jetojnë pakrahasimisht më mirë se sa të parët tonë. Ju falenderojmë dhe ne, ishte vërtet kënaqësi që ju patëm në studio, suksese tutje. Faleminderit edhe juve për mundësinë dhe ju dëshiroj gjithë të mirat juve dhe teleshikuesve tuaj. Faleminderit. Të nderuar shikues, faleminderit dhe juve që na ndoqët deri në një takimin tonë të radhës. Mirëmbëjtje.